Përshëndetje të gjithëve, le të flasim për siguracionet. I personi që njoh fundi ndodhi ngjarje mjaft e çuditshme, që të vdek, që të lën jetën. Shkurt me radhë, ecën autostradë pa pritur del para syve i qen. Tipi ka dashur me evitu, kur është kthy nga ana tjetër është batu makina. Nëse shoqëria është në rregull, nuk ka pas pothuajse as i dëm fizik bashkë me njerëzit që ishte makinë. Shoqëria janë në rregull të gjithë. Përveç makinës, makina ka shku për lesh. Problemi fillon kur shkon me fol me kompaninë e siguracionit, dhe ato të thonë që nuk mund të t'japim koqën e lekut. Kush do t'i japi lekët? Kompania që siguron qenin që të ndërpreu rrugën? Ktu fillon gjithë problemi. Me çfarë mut logjike ty nuk të pagun kompania e siguracionit që pagun ti me detyrim nga shteti, po të pagun kompania e siguracionit atij tjetrit që të përplasi ty. Siç sapo folëm, çfarë ndodh në rastet kur del i qem para syve, duhet me bëj manovër me shmanga e ti përplasesh vet. Në çfarë aspekti kishe fajin ti këtu? Fajin se kishe ti në këtë rast, fajin e kishte qeni, po ta menosh. Për sa kohë qeni nuk ka kompani siguracioni, atëherë ti merr koqën e lekut. Me çfarë logjike nuk ta pagun siguracionin ty, kompania e siguracionit që pa e pagun ti me detyrim nga shteti. Këto më blek që të dish ti janë kompani private që po detyron shteti me i pagu. Menoj se kon këtë gjë që sapo tash. Thuaj që nuk është mashtrim kjo gjë. Gjëja e fundit që desha me trajtu sot është full kasko. Full kasko supozohet të jetë lloj siguracioni që ti e paguan më shtrenjtë, por nuk ka rëndësi çfarë ndodh makinës, ato do ta lajnë gjithmonë, edhe nëse ta vjedhin, edhe nëse përplasesh e ke fajin vet. Puna është se me sa duket pas ka i limit të funksioni full kasko. Edhe pse quhet full kasko, ka prap limit. Për sa kohë një makinë që kushton 5000 euro është dëmtuar në atë formë mënyrë që duhet paguash 6000 euro me rregullu, full kasko me sa duket të jep ndoc rrokun, sepse normal kështu duhet funksionojë. Ato po të sigurojnë deri në 5000 euro, nuk mund të t'japin 6000 euro, kështu që t'japin 0, në vend që t'japin 5000 euro. Po ta menosh, ky lloj sistemi që funksionon kështu është komplet bullshit, nga fillimi deri në fund. Me këtë sistem normal që njerëzit do shpikin metodën me ia fut sistemit. Me këtë sistem normal që ti do i kishe heqë herë 1000 euro kosto makinës, si ta bësh 5000 euro dhe pastaj ta vlerësojnë, kështu që të t'japin 5000 euro. Por kjo është e paligjshme. Qofse ti e bën këtë gjë është e paligjshme. Po kompania e siguracionit që po ta bën ty herë nuk është e paligjshme. Kjo është bota që kena ndërtuar rrotull vetes o plak. Ky lloj sistemi është shembulli perfekt që një person ja fut 1 milion personave, po këto janë dakord që t'ia fusi ky. Çfarë ti thot më tepër vllai ju valla? Kujdes kur e parkoni makinën, se mund t'ju bine ai pemsi për makinës dhe nuk ka kushtim siguracion, se nuk është e siguruar me pema.